Për realizojmë një shikim me pjesën e karmës, sa ka arrit karma tek lidhja juaj. Do keni ndryshime në lidhje, do vazhdoj karma po toksike tek ju. E shikoni vetën si të thyer në mendime dhe në shpirt. E shikoni fasadat përpara vetes, jeni shumë e lënduar dhe keni lënë gjërat pesull. Shikoj që karma tek ju është vendosur në një pozicion që nuk po arrini dot të kontrolloni vetveten dhe jeni pa shpresë, jeni munduar dhe jeni pa shpresë. Dikur keni pasur një dritare të hapur te pjesa e juaj në brendësi të shpirtit, por në këtë kohë është si dritare është si e mbyllur, si e venitur dhe ju nuk po arrini dot të përqendroni dhe të përthithni energjitë që ju keni përpara vetvetes, që ju ka përcaktuar dhe universi, po e shikoj që jeni shumë e përqendruar dhe karma ka deportuar shumë drejt për drejt me ty, jo mirë, në këtë kohë jeni toksike. Sa i përket identitetit mashkull, e shikoj që është larguar dhe po largohet. Brenda vetes ka një karmë që nuk po e përçon dot dhe po e zgjedh rrugën që më tepër unë të largohem nga kjo pjesë dhe të shikoj drejtimin për sa kohë mua do më blej kjo lloj ndikimi, kjo lloj largimi dhe ka 3 qëllime dhe më tepër i duhet 3 fjalë goditse për pjesën e intuitit dhe për pjesën e energjisë që ai përthith. E shikoj që është në hapësirë dhe po projekton diçka të mirë për vetveten dhe rregullimin e pjesës së marrëdhënies tu do ndikoj karma për mirë. Më tepër qëndron tek identiteti mashkull, pjesa e karmës, shikoj që janë të mërzitur dhe në këto kohë po bëhen domethënë persona të shumë të hedhur mbas dashurisë, mbas shansave, mbas rrugëtimit dhe mbas energjisë. Njëkohësisht çdo karmë të jetër po e lë mbrapa shpine, mbrapa gjithçkaje dhe po shoh një rrugëtim të dytë po përzgjidhet një rrugëtim tek ato për të krijuar diçka të mirë, po kanë më tepër imagjinatën, kanë më tepër intuitën, kanë më tepër forcën brenda vetes dhe më tepër kanë sekrete. Sekretet i kanë brenda dashurisë, brenda marrëdhënies, brenda komunikimit. Më tepër karma kanë ndikuar te femrat. E shikoj që femrat janë të mbyllura në shpirt, janë të mbyllur dhe i duket domethënë çdo gjë që kanë përpara vetvetes, çdo sfidë dhe mundohen që t'i stimulojnë të pjesë, po nuk arrin dot. E kanë domethënë pabesi, kanë tradhtim mbas shpine dhe nuk po gjejnë dot zgjidhje, po mundohen që të arrijnë të marrin një mesazh të paktën të vetmen që të çlirojnë energjitë që kanë brenda vetes. Njëkohësisht kanë bërlut edhe në univers dhe duan që karma t'i kthehet personit që e ka lënduar. Më tepër japin domethënë energjinë e tyre të errët e transmetojnë te personi që ka bërë gabime drejt sajt ose drejt tyre. Sa përket i dashuri, personi mashkull është sepse po drejton, po kthehet nga një lloj udhëtimi, po vjen me një lloj qëllimi është duke ndërgjegjësuar. E shikoj që ka telepati dhe ka ndjesi dhe ka përthith energji që tek ai kanë qëndruar gjithmonë energji të errta dhe në këtë kohë po vjen një lloj miratimi drejt vetes. Shikoj që ka rregullim bisedash, rregullim marrëdhëniesh dhe ndikimi është drejt pozitivitetit. Gjithsesi e shikoj që ka një parandalim ndaj vetvetes, ka një dyshim, ka dyshime me qëllime, po shikoj që janë të vëmendshëm dhe në këtë kohë kanë pas karma dhe nga persona të tjerë, nga shoqëria e tyre dhe kanë pas një tradhtim brenda vetes. Sa i përket në lidhje, shikoj tek lidhja e gjithçkaja, tek dashuria, unë të shikoj që të konfirmohet. Në këto momente është si gjithçka e kthyer, si epokë e kthyer dhe më tepër është ndiku karma në shumë pjesë, është e pavendosur dhe e paqëllimshme drejt lidhjes,
po gjithsesi e shikoj që brenda pak ditëve, brenda pak kohëve ka një lloj rigjenerimi i ri, kthehet çdo gjë siç ishte, domethënë në pjesën jo pozitive, kthehet në pozitivitet, pavarësisht se mbajnë brenda vetes, mbajnë akoma atë karmën e hidhur, njëkohësisht unë shikoj që energjia do përthithet tek ju dhe ju vet keni 3 mesazhe të fuqishme që universi ju sjell në këtë kohë. Si do të portoj tek personi i zemrës, pjesa e qëllimit dhe karma drejt jush. Sa përket ju femrat, unë shikoj që ju do ngriheni në pedestal, do jeni si hynesha, do keni domethënë rigjenerime të reja si në pozitivitet, si në energji, jeni të pak të qeta dhe do keni një mbrojtje, njëkohësisht jeni i liruar nga mesazhet do merrni nga personi i zemrës, domethënë është në largësi, është në udhëtim ose në një lloj distance dhe ju përcjell mesazh të ëmbël, mesazh shpirtëror dhe njëkohësisht ju jeni zbutur në shpirt, domethënë gjithmonë do ta uleni veten, domethënë do ndërgjegjësoheni dhe sikur do ta falni pjesën e karmës tek personi i shpirtit. Po, shikoj që një pjesë femrash kthehen si në angel dhe e humbi gjithçka që kanë pasur, domethënë menaxhimin e herë që kanë pasur në tru, distancën, nuk kanë qenë të stabilizuara mirë, këto tash në këtë kohë po kthehen në formën e angelit, gjithçka që ka qenë herë tek ato largohet dhe tek ato merret një vendimi është i përsosur, është në tërësi dhe shikoj që karma tek ato rikthehet në mënyrë pozitive.